Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Në Jezusin u dashurove, me shumë zel e përvujtëri. Jetën Zotit ja dhurove, në shërbim plot dashuri. Motra jon Ulrika, ti shembulli jon. Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Jemi në ditën e 3 të nënditshit kushtuar në nder dhe lavd të së lumës Motër Ulrika nga Hegna. Jezus i thot: Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje, nuk do të ecë në errësirë, por do ta ketë dritën e jetës. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur në maje të malit. Ashtu të shëndris edhe drita juaj para njerëzve, që t'i shohin veprat tuaja të mira e ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiell. Motra jon Ulrika, ti shembulli jon. Motër Ulrika thot: Nuk mund të flasësh me askënd për brendin tënde. Tani më duhet të jem pa asnjë ngushëllim, hyjnor e as njerëzor. Dhe shpesh është aq e vështirë. Jam ankuar atij dhe ai më ngushëllon. E më thot se kjo duhet të më mjaftoj. Dhe është e qartë se kur kam më shumë dritë, jam edhe më e fortë. Motra jon Ulrika, ti shembulli jon. Sa e desh tek Krishti, jeta. Të lutemi. O Jezu, ti ke ardhur në botë si dritë për të na liruar nga nata dhe errësira. Pa ty ne humbasim në errësirë. Kush të ndjek ty, do ta ketë dritën e jetën. Motër Ulrika ka gjetur dritë në bashkim me ty, por gjithashtu ka kaluar shumë orë të errësirës. Ajo e ka përshkruar rrugën e fesë, rrugën prej errësirës në dritë. Bëj që në çastet e provës të mos bijem në dëshpërim. Mbaje të gjallë në ne shkëndinë e shpresës. E kur të kthehet drita, bëj që të jemi dritë për të tjerët, për të sjellur të drita. Me plot besim në ty dhe me ndërmjetësinë e së lumës Motër Ulrika, ne po të lutemi. Na ndihmo në nevojat tona. Ati ynë që e në qiell u shenjë troftë e mryt, artë mbretëria jote u ba vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na le të bim në tundim, por na liro nga i keqi. Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e Ten Zot,
lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Lavdi Atit, e Birit, e të Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E lumja motër Ulrika, lutu për ne. Si gjelbërse je fliuar motra jonë Ulrika, ti shembulion sa e deshte Krishtin, jeta të dëshmon. Si zambak plot pastërti, para Krishtit në durim, ishe shembull në bashkësi, me butësi dhe me qëndrim. Motra jonë Ulrika, ti shembulion sa e deshte Krishti, jeta të dëshmon.